akuzat forta politike, tension, këto i kemi parë në Shqipëri, se deri tani Kosova ka qenë shembull pjesa andej për fushatën, për pranimin e zgjedhjeve, pa incidente, dalje në kohë rekord, pa akuza për vjedhje votash, kurse në zgjedhjet e fundit, por edhe fushata tani ka pasur disa incidente. Po ndëgjo, gjithmonë në fushata elektorale, politike, zgjedhje nacionale, po edhe këto lokale, ekzistojnë këto përplasjet vogla, të na nuk kanë ndodhur ashtu përplasje të mëdha, në vende tjera kanë ndodhur edhe rrahje, vrasje, po përgjithsisht nuk është keq, po ka natyra më shumë asaj që ndodhi edhe në Drenicë përpara fillimit zyrtar të fushatës, asaj që ndodhi me Sami Lushtakut dhe përfaqësuesit vetëvendosjes. Po ndëgjo, Drenica është një vend që ka dhënë shumë dhe nuk do të identifikohet me 2-3 njerëz. Aty janë 2-3 njerëz, Sami Lushtaku që i thot veti se unë jam shlirimtari dhe këtu kërkush zban që tërkush tu me bon politik, po unë jam dhe unë kullë, më thojmë në të gjuhën popullore, këtu Sami baba. Këtu janë to sene, këtu ndodhin gjithkur, po në Drenicë janë pak ma të teksune, janë mësu se këto, unë i kam krahasu Drenicën me kohën e Rugove, se kam qenë edhe jam ende aktivist, jo që du me hinjë, du me marrë në pas, po veç për hirë zotit me indimua dhevët, me indimu Kosovës, me jajab mundësin që rinia me jesë për para, ata që e ka në emnin rini sot që janë një generat që ka lindë mas luftë, janë mas Albin Kurtit. Unë nuk i takoj partisë ti, po djalli im Fatose është në listën Guxha dhe natyrisht çdo bab e përkra fëmijën e vet. Edhe unë i kam thënë edhe njerëzve të Guxhas edhe të VVS deri në atë momentin kur të keni mirë, gjithmonë keni pas përkrahjen time. Në moment kur ju devijoni ma prek një kufini siç ma kanë prek këta përpara, kur nuk do ta keni votën time. Edhe kur do ta keni, kur ju s'ju bo aty në qa kam ju bo ju tash. Po andaj shumë i respektoj edhe e vlerësoj punën e këtyne djemve, punën e Albinit, sepse on i vetmi politikan që deri sot as nuk ka bon ndonjë hajni, që i thojmë na korrupsion, që u merë diçka, a ka morë, nuk ka kush që i thot, i ka morë dikuj para, nuk ka kush që i thot që i ka na i villë ndeti, nuk ka kush që i thot e ka ndonjë, ja ka dhon dikuj ndonjë shpull, nuk ka kush, pse po mos flasëm që me thonë ka vra Albini diken. Këto grupet që i qujnë vetën shërimtar do generalt Hashim Brojës, na i thojmë, unë i thamë Polari Brojës, se babën e ka pas Polar, edhe ashtu në Drenica e njohin si Polar, këta ja kanë panis me vra, në Drenica i kanë vra në për fshatra njerëz, në para luftë dhe i kanë disiplinu. Kanë vra në Drenica për shembull Hakimerin, e kanë plagos se Dikocën, mi kanë plagos 2 vllazërit e mi, Ganin e Satin, mi kanë vra 2 shok në kërë Bekim Kastratin në Besim Dajaku, mi kanë pry 3 nusë, 3 angjini. Kanë bo deju, kanë disiplinu. Këta po kujtojnë që është ajo koha që ku të rehun këta dhe ku të rahun këta ose i kërcënojnë këta nalen. Jo, këta janë në rini që janë linë pas luftë, këta s'dina se unë luftë asë nuk ninë për ta që janë gjollet. Prandaj këtu është puna se... Por ata pjesa tjetër, u thot që mbështetësit e vetëvendosjes janë analfabet, thot. Po, ndëgja, kur të falësh diçka, duhet me justifiku me diçka, me thonë, kush janë analfabet, do me thonë, ata që janë analfabet, janë njerëzit e PDK-s dhe njerëz që i kanë shkollat fillore të kryne as ato që i kanë morë mas fakultetit dënë Shqipni, i kanë morë dënë Kosovë, dojnë bo doktor shkencash, e këta janë ata analfabet që në Kosovë me bon me pas fakultetin
ose me kon magjistër ose doktor shkencë s'mund punësuar se është ky analfabeti që ka pushën për dhe unë jam këtu. Domethënë sa ma i pashkolluar me kon me një fjalë popullore, sa ma lup me kon je më i mirë të këta këtu. Prandaj këta janë të tillë derisa janë taku po sikur për ata dhe i quajnë Albin Kurtën dhe i quajnë njerëz analfabet. Ka pas një ekses djali më fatosi që është një magjistër nga një i kumpo tani e ka quajt Hashimin se Gjoja Hashimi mos e pres një përplasje ka pas reagime të shumta